Miq Radio Ngjallja, jemi në zyrën e bërthamës së trashëgimisë kulturore të Kishës Ortodokse Autoqefalit të Shqipërisë, jemi me përgjegjësin e saj, me zotin Joan Stradobërda. Në emisionin e parë ne folëm së bashku me Joanin, folëm pak për kishën e mrekullueshme të Valshit, kishën e Shënepremtes në Valsh, ndërsa sot do ndalemi pak për një kishë, në fakt manastir, që është shumë i famshëm, të paktën për zonën e jugut, në zonën e Zagorisë, pikërisht manastiri i Kryengjëve, i Mikailit dhe Gabriel, në fakt që ndodhet në fshatin Nivan të Zagorisë. Një manastir i mrekullueshëm në mes të pyllit, Johan, pak i vështirë për të shkuar deri atje, por përpara se të pyes për manastirin, më bëri përshtypje që në zonën e Zagorisë, sapo lë Çajupin që futesh për në Zagori, shikon që dhe mëson që ka pasur shumë manastire. Si ka mundësi që u zhvilluai shumë jeta murgjerore në këtë krahi? Është tipike realisht në këtë, sidomos në pjesën e Gjirokastrës, të dyja këto lugina të themi, lugina e Zagorisë dhe lugina e Dropullit, të cilat kanë fshatrat të respektiv, pak a shumë të njëjtën strukturë kanë. Pra, është lugina në mes, ku është lumi, në shpatët e lumit, afër lumit, po themi, ngrihen fshatrat rreth fillimit të maleve. Dhe pastaj mbi male fillojnë janë këto ndodhit e krijimit të këtyre manastireve të hershëm. Dhe janë manastire që kanë gjenezën e tyre që nga, po themi, fundi i periudhës bizantine dhe pastaj të zhvilluara shumë në periudhën post-bizantine. Pse u zhvilluan? Ka dy karakteristika pse zhvilluan këto manastire, se thua afër fshatit, po jo në fshat, dhe gjithmonë janë në pjesën e malësisë së fshatit. Sepse me pushtemin osman dhe pushtimi pra që ne dim që zgjati një kohë shumë të gjatë, ata vun kritere dhe vun kushtëzime mbi ndërtimet kishtare, mbi frekuentimet e liturgjive, mbi mundësitë dhe kufizimet e besimit. Dhe kjo bëri që të krijoheshin këto manastire në pjesën e, si thua, një pjesë larg fshatit. Një pjesë ku nuk ishte në syrin e përditshëm të banorëve, një pjesë ku nuk ishte në syrin e përditshëm dhe të pushtuesve të asaj kohe, dhe që mund të shkohesh edhe mund të, si thua, frekuentohesh lirisht pjesa e jetës të besimtarit, domethënë, dhe të besimit në Perëndi. Njëkohësisht, dhe ata që donin të kushtonin jetën Perëndis, ktheheshin në murg ose fillonin bënin shërbime në këtë manastire, të krijuara, si thua, si pasojë e kësaj situate. Por njëkohësisht, siç e dim dhe nga jeta monastike, kryesisht manastiret janë larg qendrave të banuara, me idenë e shpëtimit nga tundimit, në jetë të qetë për kushtuar Perëndis dhe domethënë në jetë të pastër. Pra këto ishin dy shkaqe të tilla që shpjegojnë këtë largësi, po jo shumë nga fshati, por që pak a shumë çdo fshat ka pasur manastirin e vet sipër, që të cilin e kanë pasur gjithmonë si pikë referimi, pavarësisht kishave kryesore që kanë pasur në qendrat e fshatit, pavarësisht parakliseve ose kishësve të vogla të cilat përfaqësonin momente të caktuara të një mrekullie apo shfaqjen e një shenjtori apo përfaqësonin një shenjtor të caktuar dhe kishin një datë të caktuar në fshatra. Por manastiret ishin pikat kulminante të jetës besimit të krishterët atyre fshatrave, domethënë. Dhe kjo është diçka e karakteristike, siç është edhe manastiri i Nivanit. Të dalemi të flasim pak për manastirin e Nivanit të Kryengjëve. Në fakt të bën përshtypje edhe nga ajo që pam atje, përveç kishës qendrore që ajo të tashmë është dhe restauruar dhe ju keni qenë përgjegjësi i restaurimit asaj kishe, por gjithashtu pam që kishte edhe rënoja rreth rrotull dhe rastësisht atë Emiliano na dërgoi disa foto të kishës të manastirit, foto të hershme, të cilët tregonin që aty ka pasur edhe konak, ka qenë një ambient akoma më i madh. Çfarë gjetët kur shkuat në Nivan, Joani, dhe çfarë ndërhyrje bët atje? Në Nivan ne kemi pasur një lloj, si thosh, kemi pasur një turne të cilët kemi parë gjithë kishat, që nga zona e Pagonit, që është, si thosh, një farë mënyrë binjake ose simetrike me zonën e Zagorisë, për arsye që ndoshta mund mos e komentojmë, në zonën e Pagonit kishat ishin më të ruajtura, ishin më të
më të qarta, ishin më të mirë mbajtura, dhe kurse në zonën e Zagorisë kishte dëmtimet më pak, ishin më të rënda dëmtimet. Dhe një nga këto ishte kisha e manastirit. Ne kemi vajtur, jo se s'keni vajtur juve, pra nga Çajupi, dhe ajo vajtja në atë kohë, rruga e Çajupit s'ka ekzistuar. Ishte bërë re. Tash është bërë re dhe ka ardhur asfalti deri në mes të asaj livadit të madh të Çajupit, në atë pikë që ju keni kaluar. Ne i binim nga zona e lumit të Suës dhe nga fshati Su që kalon nga Labova e Kryqit, dhe shkonte në drejtim të Poliçanit, që ishte fshati parë, aty që ndante edhe dy krajinat, zonën e Pogonit me zonën e Zagorisë. Dhe rruga ishte shumë e keqe. Pra nga Gjirokastra deri në Nivan mund të shkonte edhe 2 orë e gjysmë. Ndoshta edhe e barabartë me atë ardhjen Tiranë-Gjirokastër, ishte këtu dhe ne realisht e planifikonim me fjetje. Ishte një nga gjërat e ralla që ne planifikonim me fjetje sepse mund të shkonim dhe binim brenda ditës në një zonë tjetër, po këtu duhet të ishim të instaluar në plus edhe puna aty në teren. Kur ne vajtëm atje, kisha ishte goxha e rënuar. Në fotot që unë do ju jap edhe që kanë qarkulluar dhe njerëzit i kanë parë, të bën përshtypje gjysma e kupolës së mbetur në pjesën e naosit, kishte tipit bazilikal e thjesht me tre apsida, me ndarje me kolona ndërmjet apsidave, dhe me sistemin dhe qemer dhe kupola në midis kolonave dhe nefeve, dhe ku si duhet finalizohet me një kupolë qendrore me velaturat ku cilindri i kupolës qëndron me këto velatura që shkarkojnë për 4 kolonat kryesore të kishës në pjesën e soleas, ku ndërthuret nefi tërthor me nefin gjatësor. Dhe ajo për hir të fatit dhe të ndikimit të Perëndis, ajo gjysmë kupole ngeli në ajër dhe teknikisht dhe konstruktivisht nuk justifikoheshe. Normalisht duhet të kishte rënë. Dhe ajo ngeli në ajër. Por bashkë me kupolën ngeleshin në ajër dhe afreskët. Pra janë fotografi të shumë karakteristike ato, dhe fotografi fundamentale domethënë se kishe. Në i ditë dimri që ne vendosëm të shkonim dhe ta vizitonim për të parë, sepse pastaj më mbrapa patëm dhe qëndrimet për i kohë gjatë, duke bërë matje, duke bërë lëvime teknike dhe arkitektonike për të parë dhe mundësim pastaj për finalizimin dhe restaurimin e saj. Dhe ishin ditë dimri që ne mezi kaluam edhe qafën e Suës atje dhe fal makinave që kisha ka pasur në atë kohë, domethënë to Land Roverat kanë qenë makina që na kanë ndihmuar shumë në logjistikën e mbështetëse për pjesën e restauruese. Dhe arritëm në destinacion. Ajo manastiri është në një pikë që kapet parasysh se thirret manastiri i Nivanit në mënyrë shkurtimore. Po nuk është në Nivan. Por nuk është tamam në Nivan. Domethënë është ndërani Koncka që janë afër, pra është një manastiri që i përket të gjithave, dhe po ti pyesësh fshatrat veç, ata banorët, me krenari thonë është e jonë, thot ndërani, ose Koncka e të tjera, dhe ka një lloj se është konkurrencë kështu të pozitive patjetër paqësore. Dhe pam që ishte me vërtet shumë, pavarësisht informacionin e kishim që përpara, e kishim ulëmtuar dhe studiuar Piero Thomar e Alexander Meksi kanë studiuar që në vitet 60 atë, dhe fotot e vjetra fal arkivës së Monumentet të Kulturës, por dhe fotot, si thua, arkivës personale të këtyre dy, po themi, kokave të mëdha të restaurimit, na bën që ne të kishim informacion të qartë. Ai ishte një manastir shumë, në kohën e tij ka qenë shumë i lulëzuar, ai ndërtuar në 1702-shin si flasim tatimin e kishës, sepse gjithmonë pastaj këto pjesët e konakëve janë, si thosh, faza më të vona. Dhe ky datim domethënë ishte i kishës, dhe pavarësisht se kisha në vetvete, siç e kemi pasur traditë në domethënë të krishterët ortodoks, ka qenë që kishat e reja ndërtoheshin mbi rënojat e një kishe të vjetër. Pra aty faza e parë mund të ketë qenë dhe ershme në periudhën e fundit të Bizantit, po themi shekullit 13-14, dhe pastaj më vonë zgjeruar, sepse kemi faza të tjera. Në 1777 është ndërtuar pjesë e Narteksit,
Dhe presupozohet që pastaj lulëzimin maksimal e ka marrë në 1889 gjithë manastiri, ku ka qenë në momentin e tij më të lulëzuar. Fotot e vjetra, pra të viteve 60-70, na tregojnë që manastiri kishte sepse rënojat aty janë të qarta. Ne kemi gjetur rënojat e rënuara, nuk i kemi gjetur në këmbë. Pra, nëse manastiri shtrihet në 2 nivele, pra 2 kate, ne kemi gjetur pak mure të katit të përdhe në kohën që kemi vajtur. Pavarësisht sepse qëllimi kryesor i jon ishte kisha, shpëtimi i kishës, domethënë ajo ishte si monument, ai quhet manastiri i Ivanit, pra është komplet i shpallur si monument kulture. Por që duke qenë të fokusuar te kisha dhe në pamundësi patjetër, qoftë nga ana ekonomike, qoftë nga ana teknike, për të menduar një ringritje të mundshme të konakëve, sepse ishte pothuajse pamundur. Ne pam mbetet e konakëve të vjetër atje, duke referuar edhe historisë dhe aktivitetit, manastiri Nivari nuk ishte thjesht një po themi objekt ose një kompleks shpirtëror, i cili patjetër që ajo ishte një detyrë kryesore e këtij manastiri, pra duke qenë shumë i lulëzuar, duhet të ketë pasur një jetë murgjërore aktive, shumë aktive, duhet të ketë qenë epiqendra e zonës së Zagorisë, në kohën e si thua lulëzimit asaj zone, si nga ana shpirtërore besimtare, domethënë, në drejtim të kultit ortodoks, por që aty ishte edhe shkolla. Aty ka pasur shkollë. Të gjitha ato, si thua, thënjet, gojdhënat, informacionet që merr nga fshati, por edhe nga historia ose historianët të cilët kanë shkruar, aty ishte një qendër shumë e rëndësishme e shkollimit. Pra ka pasur shkollë brenda manastirit dhe kjo shpjegon dhe madhësinë e konakëve. Këta, si thua, zhvillimi që pati ky manastir dhe teknikat që ishin përdorur edhe në pjesën e pikturës, ne u munduam dhe kemi shpëtuar goxha pikturën atë kohë. Dhe po të shohësh aktualisht brenda manastirit, ju besoj keni marrë planet dhe keni parë. Dhe kupola e cila gjysmën e gjetëm dhe munduam ta konsolidonim siç ishte dhe ta fiksonim atje ku ishte. Dhe pastaj i bashkangjitëm gjysmën e re të krijuar me teknikën e vjetër dhe bëm një lloj lidhje të afreskut me suvane e re, duke përdorur teknikat integruese të afreskut. Pra, ti shef afreskun, e shef që është gjysma dhe mendon që kjo gjysma këtej ka rënë vetëm afresku, domethënë ndërkohë që rënë komplet kupola me gjithë mure, me gjithë tjegulla e përshtypjen në fakt. Po. Dhe e ruajtëm me sa mundëm atë kohë, ishte shumë punë e vështirë. Unë them që ishte sakrificë si nga kisha, si nga autoritetet e kishës, si dhe nga autoritetet të cilët morën përsipër ta restauronin atë kishë, sepse nëse ndërtimi ka si thua, i ka shpërblimet e punëtorëve dhe të materialeve me metër katror, me volume, me gjitha. Puna në atë kish, sidomos në pjesën e kupolës, nuk përcaktonte volume. Pra, ti mund të ecësh shumë pak brenda një dite dhe nuk mund të shpërbleje punëtorin ose mjeshtrin, domethënë me atë pak. Pra, sakrifica ishte nga 2 palët, domethënë kuota e fondit të akorduar me kryepiskopin Anastas atëherë ishte një limit i caktuar, por u tha që do ta bëjmë dhe u bë në atë formë. Kështu që ne shpëtuam kishën atje, punimet kanë qenë shumë të vështira, sepse nuk të lejonte shumë koha, Zagoria është vend malor dhe ngricat bora e pashershme që ndodh atje. Unë kam dhe fotot vjetra të cilat janë mbushur me borë që nuk e gjende kishën në moment caktuar. Kemi pasur raste nuk e kishim informacionin, sepse në atë kohë nuk funksiononte shumë interneti siç funksionon tani, që ne mund të marrim parashikimin e kohës në zonat caktuara, të bëjmë parashikimet për lëvizjet tona, shërbimet ose aktivitetet, siç edhe ju bëni për programet tuaja, kur ka kohë të mirë shkoni dhe kur s'ka kohë të mirë anulloni. Në atë kohë ne kishim, ne niseshim dhe shkonim, na ka ndodhur thash me këto Land Roverin që kishim atëherë dhe fugoni që çonte njerëz ngecur në akull dhe në borë. Një autobus i vogël kishte ngecur dhe ishin përballë njëri tjetrit dhe këtej ishte borë e madhe nga 2 akra dhe kishin orë që pristin.
Ndërkohë që fal shoferit tonë që ishte i sprovuar dhe fal dhe makinës që ishte e fortë, kaluam anash këtyre fugonëve në mes të borës pa shkelur dhe dolëm prapë në rrugë dhe vazhduam rrugën deri në fshat. Domethënë dhe kam dhe ato fotot e asaj dite dhe kështu që vështirësia ishte sepse në teknikat e restaurimit nuk mundet të punosh në kohë me ngric, sepse përbërësit lidhës të gurit, siç është llaçi special, se nuk është llaçi i zakonshëm. Ne nuk përdorim si duhet ato cimenton klasike që ne shohim gjithmonë që përdoret në ndërtimet civile të zakonshme. Mundohemi të përdorim cimenton e bardhë, një rër guri të bardhë, pluhur tjegulle të vjetër, jo pluhur qeramike të re. Dhe përdorim dhe pucolana. Pucolana nuk është tjetër vetëm se rëra ose domethënë e granuluar e shkëmbit vulkanik, të cilin që në kohën e Romës vjetër ne e kemi huazuar ose ja kemi vjedhur si teknikë romakëve, por që ka qenë, si thua, çimento e asaj periudhe. Pra pluri vulkanik, gurët nga vulkanet të caktuara, pavarësisht në zonën italisë ka pasur shumë vulkane të cilat janë aktive si dhe sot, domethënë, siç është Etna, po themi. Gurët bluheshin në fronto, në fraksione nga më të ndryshme dhe përdoreshin të bëheshin llaçe. Pra ishte pjesa. Ne tash i përdorim pak çimento të bardhë sepse është një material shumë i mirë lidhës dhe nuk kontaminon dhe nuk krijon probleme të kripshmërisë, sepse çimento e zezë me kalimin e kohës dhe në prezencë lagështie nxjerr një krip e cila mund të dëmtojë dhe afreskun. Del deri në afreskë dhe krijon një cip kripshmërie në afreskë dhe krijon dhe dëmton edhe atë pelikulën, shtresën e fundit të afreskut. Dhe njëkohësisht kjo përzierje, pra llaçi, pucolana, kjo pluri vulkanik, bashkë me rërën e gurit, është materiali që lidh gurin dhe përforcon strukturën ekzistuese. Këto punime me këto materiale nuk mund të bëhen në ngrica ekstreme, sepse shkatërrohet struktura dhe nuk krijon lidhjen. Ashtu është dhe e kundërta në temperaturat të larta, në vapën e madhe që mund të ketë Shqipëria, domethënë siç e ka karakteristike në periudhën e verës, edhe atëherë, pra periudhat që ishin të ndërmjetme, pra të vjeshta dhe pranvera, shumë të limituara dhe ato në momentet e caktuara, sepse duhet të organizojë grupet e punës, të cilat mund të ishin të zëna me punime të tjera diku tjetër, e gjitha, kështu që sakrifica për ta sjellë atë manastir ishte shumë për mua është një nga manastire shumë të bukura, pozicionin që ka, domethënë, pjesën e orientimit, pikë referimi në zonën atje, është pikturuar nga vëllezërit Ziko, të cilat janë disa vëllezër, janë shumë 4-5 vëllezër të cilët janë marrë me atë pjesën e afreskimit, po themi, ose pikturës murale atje, por që mendohet që këta kanë qenë në murgjë në Malin e Shenjtë dhe kanë pasur një aktivitet edhe në Malin e Shenjtë, po edhe në zonat këtu, domethënë zonat ballkanike për pikturën murale. Dhe piktura është teknikë shumë e mirë, pra ajo që është ruajtur është mbajtur, teknikë shumë e mirë. Patjetër që çdo kishë dhe çdo manastir që ne kemi restauruar në vite ka dhe pjesën që ti e restauron e bën të re në thonjza, se teknika nuk duhet të thuhet e re, sepse po ta thush e re, ti ke zëvendësuar çdo material dhe s'është më kisha e vjetër ose manastiri i vjetër, por që kur ti restauron, atëherë duhet të kesh edhe një program mirëmbajtje. Dhe ky program i mirëmbajtjes deri diku ndiqet nga zyra jon, por që duhet të jenë më shumë dioqezat e zonave atje. Nëse një tjegull ka rënë ose është thyer, sepse një herë mund të ketë hequr 4-5 tjegulla, ose një gur i rënë nga mali mund të ketë thyer ca tjegull të gjitha dhe prifti fshatit, epitropi zonës atje, qoftë dhe noria atje, domethënë ata, po themi, grupi ose bordi i kishës në atë zonë atje, duhet që të marrin masa për një herë që me një punëtor në mënyrë shumë të thjeshtë të ketë mundësi të zëvendësojë ato 5 tjegulla, dhe që lagështia dhe mos filloj dëmtimi i drasave që janë nën çati e gjitha me radhë, dhe kjo pastaj sjell shkatrimin nga fillimi. Pra, ne kemi restauruar atë mbi 22 vjet përpara këtë manastir. Dhe thash çdo gjë ka kohën e vet amortizimit, mirëmbajtjes, duhet një këqyrje. Ne kemi sipas mundësive tona aty ku na bie puna, nëse po themi kemi në një kish në Llomë, po themi që është kisha në Llomë, dhe
ti shkon me destinacion, se të shkosh të shohësh kishën në Lloma, por me që jam këtu, po shoh edhe ato kisha që ne kemi restauruar, se si janë aktualisht. Pra një lloj updatimi të informacionit teknik gjendjes kishës. Që ne e bëjmë sa mundemi, po duhet dhe erënorit ose dioqezat dhe mitropolit, që tashmë kemi edhe mitropolit të rinj, të cilët janë shumë mirë dhe janë shumë aktiv dhe janë shumë të përgatitur, të mbikëqyrin dhe të krijojnë një lloj programi kontrolli, qoftë edhe një lloj, sepse çdo prift është një sensor në kishë. Pra përveç detyrës që ka si klerik dhe i cili ushtron detyrën e tij, por duhet të jetë vigjilent për çdo ndodhi që ndodh, sepse monumentet janë të vjetra. Janë më të rejat janë 200-300 vjeçare dhe më të vjetrat pastaj janë 10 shekullore dhe më shumë. Pra në qoftë se ti si priv do të jesh vigjilent të shohësh diçka, mjafton një telefon në metropolis dhe metropolia njofton qoftë autoritetet shtetërore, sepse kemi marrëdhënie të mira dhe me drejtoritë rajonale nëpër zona të caktuara, por dhe qoftë edhe me zyrën e Trashëgimisë Kulturore Bërthamun këtu. Kështu që domethënë kjo duhet të jetë si thua një lloj marrëdhënie interaktive ndërmjet klerikëve dhe specialistëve, që këto kisha të jenë të mbikëqyra gjithkohës dhe nëse ka diçka sot, le të harxojmë 5 lekë sot dhe ta riparojmë, se sa të harxojmë 500 nesër. Domethënë është do të shumë e vështirë për. Do të shumë e vështirë dhe është e pamundur, domethënë në kohë krizash që kalon bota, Shqipëria, edhe kisha vet, është e pamundur që të gjesh kollaj fonde për të bërë ndërhyrje me numra të mëdhenj, me shifra të mëdha. Kjo është. Joni më bëri një gjë përshtypje që tash dyert e manastirit ishin të hapur dhe konstatuam atje edhe kur shkuam bashkë me stafin ton të radios, bashkë edhe me klerikun që mbulon ato kisha, që është atë Emiliano Lito, nga Mitropoli Gjirokastrës. Pam që atje shkojnë njerëz edhe domethënë njerëz që shkojnë të luten, njerëz që vizitorë, më thatë Emiliano, turistë të ndryshëm që vinë vizitojnë atë zonë, sepse është ndërruar në fakt në një atraksion turistik e zona e Zagorisë. Pra duket sikur po i rikthehet jeta. Pra ju bët atë që ose kryepeshkopi bashkë me juve restauruat atë manastir, por që jo për të humbur e për të mbetur atje në mes të pyllit si një objekt të themi i harruar, por ka filluar të marrë jetë sërish ai vend. Edhe unë shpresoj në njëri anë, shpresoj që të ndërtojë edhe ato. Ndoshta mund të jeni mundësi nesër vetë mitropolia, vetë banorët të ndërtojnë ato konakët, të risjellin siç ka qenë ashtu ai manastir. E nisim nga konakët. Ne si restaurator asnjëherë nuk do humbim shpresën. Një njeri i thjesht, një sy, le të themi, i pastërvitur mund thotë, s'ka mbaroj, domethënë, por nuk mbaroj. Po. Ne kemi fakte që kemi qenë, si thua, vetë dhe që i kemi rikthyer në jetë vetë, patjetër me ndihmën e kryebiskopit dhe me fondet e kishës dhe me suportimin që ka bërë kisha gjithmonë, që vazhdon akoma. Kemi kthyer manastire dhe konak nga pothuajse nga zero. Një nga rastet është Shën Gjergjin Çuk, të Saranës. Shën Gjergji Çukës. Fotografitë e vjetra, domethënë janë rënoja dhe u rikthyen dhe sot është bashkë me konakët. Është kthyer në kulmin e saj prap. Shumë madhështore, shumë mirë dhe fatmirësisht i ka qëndruar kohës. Fati i saj ka qenë që aty bësh edhe kampingu për dioqezën e Gjirokastrës dhe si thosh kishte një këqyrje, por dhe ai epitropi atje që ka qenë pra është e rëndësishme edhe kjo pjesa e prezencës së njerëzve. Por që nuk humben shpresa, sepse shtresat arkeologjike të konakëve të manastirit të Nivanit janë aty. Edhe gurët janë aty. Banorët nuk marrin më gur nëpër kisha. Mund të ketë ndodhur në vitet 60-70 kur kishat u prishën me qëllime të caktuara, njerëzit krijuan një largim pak nga besimi dhe nga Perëndia, kishte edhe ekstreme që merrnin dhe gurët i përdorin për gjëra të tjera. Kemi dëgjuar shumë historira se na ka lidhur puna dhe ju lidh puna me fshatra, me fshatar, me banorët e zonës, me të gjitha që thonë që ai që mori gurin nga kisha apo mori lëndën e parë nga kisha i ka ndodhur një fatkeqësi e të gjitha me radhë. Pra kisha nuk preket dhe i gjejmë të gjitha gjërat atje. Me pak kujdes, gurët mund të dalin nga aty ku janë, mund të seleksionohen, mund të vihen në radhë sipas vendit, pozicionit, qoshe, harku, të gjitha me radhë. Fatmirësisht fotografitë e vjetra dhe relevimet e vjetra i kemi në arkiv. Kështu që ato në një moment caktuar luksi, ta themi në thonjza, mund ta rikthejmë në gjendjen që ka pasur.
Por du të bëhet një program shumë i mirë, dalim te pjesa e vizitave që bën atje. Patjetër që banorët që janë në zona zakonisht është një zonë malore, pavarësisht tash infrastrukturës më të lehtësuar për të aksesuar atë zonë atje, ka bërë që njerëzit mund t'i rikthehen dhe jetës së fshatit, ose të fillojnë të ringrenë jetën në fshat, ose të rindërtojnë, ose të riparojnë shtëpitë e vjetra, sepse ka qenë një periudhë shumë e madhe braktisje dhe jeta e përditshme e këtyre qendrave që janë atje. Por tashmë janë dhe një, si thua, një numër i shtuar i turistëve të cilët frekuentojnë zonat atje. Turistët që vinë kryesisht janë këta që ne kemi afër, pra Bashkimi Evropian, sepse nuk është se ata nuk kanë kisha të bukura atje, nuk është se ata s'kan zona të bukura. Por spontaniteti dhe papritshmëria që ne japim, surprizat që jep vendi jonë, domethënë është krijuar në një zonë, është krijuar si zonë atraktive. Pra, dhe në qoftë se ne do ishim restauruar konakët dhe do ishte çdo gjë perfekte, ndoshta nuk do ishte aq atraktive sa ç'është sot. Sa është sot, sepse ata janë mësuar që kishat e manastirit e tyre kanë perfekte të restauruara, nuk bari është në lartësi të caktuar, çdo gjë, kurse ajo spontaniteti që ofron zona atje, dhe këtë ofron zona e kësaj zakonisht, por që menaxhimi i kishave nga ana ekonomike është shumë i rëndësishëm. Pra ti kur futesh në një territor të kishës, pra po them sistemimi konakëve aty, pavarësisht se ka ngelur noja, mundet që gurët sistemohen në një qoshe, pastrohet gjithmonë gjelbrimi. Mbaron sezoni, si thush, i lulëzimit që është fundi qershorit, do të bëhet një pastrim i mirë që ato shkurët, ferat mos thahen dhe ngelen aty dhe nuk duket asgjë. Edhe plus që kafshëve zvarnikëve që mund të afrojnë aty këto lloj zonash, bën habitat i rrezikshëm edhe për turistët. Kështu që një pastrim, si thua, pastrimi i themeleve që kanë ngelur, dhe çokolaturave, qoftë dhe muraturave të ngelura. Dhe një lloj guide brenda këtij manastiri, me një fi, pra me një pagesë simbolike, por që duke u vënë stres pas stres dhe krijon një fond veçantë për mirëmbajtjen e kësaj. Pra, ky menaxhim nuk po them që kisha do të ketë qëllim kryesor zhvatje në thonjza të turistëve, por ama dikush që vjen bën një guide aty të veçantë me tabela, me informacion, zonat e manastirit, çfarë përfaqësojnë, si ka qenë jeta monastike, domethënë pastaj restaurimi i kishës, fatet e kishës, vlerat e kishës, historiku, dhe ikosisht kur është restauruar dhe si është restauruar, sa ka qenë fondi dhe gjitha. Janë gjëra që duhet ngelen jo vetëm nëpër librat që kemi botuar ne, por duhet të jenë aty domethënë për turistët, dhe ai turisti krijon një lloj atraksioni momental dhe ndoshta edhe një lloj mbushje shpirtërore, sepse edhe Perëndia bën punën e vet për njerëzit që vizitojnë këto kisha, këto objekte kulti. Dhe ai mund të lëri diçka qoftë kundrejt një bilete të caktuar, një gjë të papërfillshme për turistin, por që për kishën punë. Pra një lloj vet administrimi dhe vet ekonomizimi për të pasur mundësi mirëmbajtjen. Pra, pastaj ti ke të drejtë të marrësh dhe një kujdestar që ta paguash me këto të ardhurat, ti ke të drejtë që ky kujdestari të bëjë ca punë vet për mirëmbajtjen dhe sistemimin e territorit atje. Pastaj një moment caktuar ti mund të bësh një mirëmbajtje të çatisë të atyre, sepse ajo është Merasa Guri, mund të thash Tegull, e mora si shembull, po ajo është Merasa Guri. Pra çdo gjë që ka nevojë, pra të ketë një lloj dhe ky lloj rihetëzimi që mund t'i bësh në mënyrë shumë graduale, shton dhe interesin, pra sepse përveç turizmit që kemi ne nëpër plazhe ose malore, hiking, lëvizje, domethënë ne kemi edhe turizmin që është turizmi i kultit, pra. Njerëzit vinë apostafat për të parë objektet kultit të krishterë ortodoks, të cilët mund të jenë të periudhave të caktuara, por ka dhe njerëz të cilët bëjnë pelegrinazhe, domethënë në këto objekte të kultit të dedikuara. Mua më ka ndodhur në një manastir në Dërmi, dhe disa turistë nga Rusia që kishin ardhur me një qëllim të caktuar te ky manastir. Unë që ishte aty rastisa në një moment, ata pan manastirin, prifti nuk ishte, dhe më thanë ne kemi ardhur dhe dua që prifti që shërben këtu të na bëjë një lutje. Dhe kjo ka qenë qëllimi jon kryesor. Kemi ardhur apostafat në këtë zonë të Shqipërisë vetëm për këtë kishë.
kisha e burimit jetë dhënës, domethënë në pjesën e kësaj malësisë midis vunojt dhe dërmiut. Dhe më la një listë me emrat të këtyre, domethënë njerëzve që ishin aty, për plus të afërm të këtyre. Dhe më tha, lutem të mund të japësh priftit, do ja jap priftit tash unë. Dhe në një lutje, në një mesh, domethënë ti përmend emrat tanë, të lutet për ne. Dhe kështu që biles ata i kishin shkruar me shkronjat cirilike, unë mundova pastaj me ndihmën e këtyre të shkruaja me shkronjën latine, që ta bëja priftit më të lirshëm atë leximin. Dhe ja dorëzova priftit dhe domthon patjetër që jam i sigurt që prifti ka bërë atë domthon kërkesën e këtyre. Po që këto janë gjëra që thash ka tipologji të ndryshme dhe për tipologji të ndryshme turistësh mundet të krijosh programe të caktuara të përshtatura. Një njeri që vjen rinjor shef manastirin i pëlqen si bukuri, po s'merr vesh nga arkitektura kishtare, ose s'ka dieni, ose s'njeh historinë, ose s'njeh historinë e zonës. Një studius i cili do të ri më gjatë, do të marrë informacion më të detajuar. Pastaj është dhe pjesa e pelegrinazhit, pra njerëzit që vinë në mënyrë shpirtërore, pra edhe ata duhet të kenë një program të caktuar. Një ambient pritje, një qerasi, një gjë, duhet të gjitha këto, siç ndodhen në manastire që ne i kemi po themi siç është Ardenica, ose siç është manastiri i Shëngozmajit, që ata është ngritur nga hiçi. Manastiri i Shëngozmajit, Ardenica ka qenë si thua. Dhe për atë do flasim për Shëngozmajin, sepse kemi shumë për të thënë. Shëngozmaji ka shumë histori dhe ne unë kam fatin që ja di që një ri aty kur nisi që vajtë fillua të hapin. Unë kam ardhur në një fazë të dytë, pra ka qenë një brez pak para meje që bëri të hapin nga balta, domethënë siç e dim që nxorën themelët dhe doli edhe afresku i bashkohor i Shëngozmajit në pjesën e Paraklisit ku ka qenë si thua i varrosur Shëngozmaji. Por ajo gjithë manastiri ka një histori të dy kishave, të mënyrës si zhduar manastiri, mënyrës si gjetëm rënojat e konakve atëre, po du të bëjmë një mision veçantë për atë, sepse ka shumë për të thënë për atë manastiri. Jani, më falenderoj shumë, ishte kënaqësi gjithmonë që vim edhe u vizitojmë këtu në kishë dhe zhvillojmë këto biseda tona, për të nxjerrë në pahë edhe jo vetëm veprën e kishës, restaurimet e saj, por edhe për të nxjerrë në pahë dhe për të dhënë informacion më të tepërt për të gjithë ata që i vizitojnë këto vende, por edhe ata që kanë dëshirë dhe i kanë në plan që të shkojnë të vizitojnë. Unë të falenderoj shumë për kohën edhe për gjithë çka që ndatë me miqtë Radio Son. Miqtë Radio Ngjall, ishim me zotin Johan Strato Bërda, me përgjegjësin e zyrës së bërthamës së trashëgimisë kulturore të Kishës Ortodokse dhe Qefalet të Shqipërisë. Miru dëgjofshim, miru takofshim në emisione të tjera.